Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell recetën e bukës integrale me 5 lloje farash. Përgatitja është e thjeshtë, ekonomike, mund ta bëjnë dhe fillestarët, një bukë shumë e shijshme, një bukë shumë e shëndetshme. Besoj se kam ju pëlqy kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e bukës më të shëndetshme me në bukë. Në një enë të madhe shtojmë në fillim një lugë gjelle me mjaltë. Mjaftueshëm është. Mjalta ndihmon që të aktivizohet maja e bukës. Shtojna 2 lugë gjelle me maja buke pluhur dhe shtojna ujë dikon rreth 200 ml. Uji është i vakët, asesi nuk guxon që uji të jetë i ftohtë ose i nxehtë, pra duhet të jetë i vakët deri në atë masë që duron dora. E përzij kështu. Pasi kam përzij masën mirë, tash e mbuloj dhe lëm kështu që masa të dyfishohet në ambient dhume për 10 ose 15 minuta. Maja e bukës ka pushu mjaftueshëm, është dyfishuar shumë mirë, e vërejni dhe vetë. Shfryer masa. Tash ja shtojna 60 ml me vaj. Mund të përdorni vaj ulliri, pavarësisht çfarë doni, dhe ja shtojna millin. Unë do ja shtoj 1 kg e 500 gram me mill integral. Mill integral të gjeni në çdo market ushqimor. Mund të përgatitni një masa më të mëdha, më të vogla, varet se sa keni nevojë. Shtojna dhe gjysmë paketimi, nga paketimi tjetër. Mjaftueshëm është. Shtojna një lugë e gjysmë me krip Himalaje, kripa bio e shëndetshme. Ta shtojna fora të lule gjellit shtojna 100 gram, cilat janë të pastruara nga lavurja. 50 gram shtojna me fara kunkulli të pastruar nga lavurja. Shtojmë dikun rreth 20 gram me fara chia. Fara liri 50 gram. Dhe fara susami, një ashtu 50 gram. Pra këtë bukë përgatitet me lloj 5 lloje farash. Tash masën fillojmë kështu që ta përzijmë mirë dhe shtojna ujë të vakët. Masat e ujit asnjëherë nuk dihen fikse, shtojmë dhe e përzijmë. Shtojmë përsëri. E përzijmë. Tash do filloj që masën ta punoj direkt me dorë. Duhet na del një brumë me trashësi si bukëve të zakonshme. Kam punuar brumin, shpitu një brumë mesatarisht i trash, e vërejtë dhe. Tash i hedhim pak vaj kështu. Nduhem vajin ta përhapim nga gjitha anët e brumit dhe nga pjesa e poshtme. Më lehtë të largohet nga ena kur të dyfishohet masa. Tash mbulojna enën ku ndodhet brumi dhe brumin e lëm në ambient dhume që masa e brumit të dyfishohet rreth 1 ore. Brumi është dyfishuar, mjaftueshëm. Tash brumin e largojna nga ena, ngjeshim pak kështu në enë. Është dyfishuar masa e brumit shumë mirë. Hedhim miell integral në tavolinë pune. Kalojmë brumin. Tash brumin e ndoj në 4 pjesë.
Nga kjo masë e brumit fitojmë 4 bukë. Unë duhem se cilës qep masime njëjtë. Dhe tash i rokollisim brumin shtu tek milli I hedhur, derisa t'ja japim një formë të lëmuar. Ja, pra në këtë mënyrë mund ta bëni brumin dhe më të hapur kështu se cilin kulaç, mirë po unë do I lëm kështu më të trasha, ta marri tamam atë pamjen e bukëve të blera në market dhe I vendosim në tepsi. Në tepsi kam shtru letër për pjekje. Në mënyrën e njëjtë veproj me gjithë pjesët e brumit, duke I rokollisur kështu në miell. Vërtet është një ndër bukët më të shëndetshme, kështu nëse përgatisim në shtëpi, jo sikur të blerat, të cilat janë një lloj mashtrimi, janë të përzira me miell grubi. Këto janë shumë të shëndetshme, thjeshta për përgatitje dhe mbi të gjitha janë dhe ekonomike nëse I përgatisim në shtëpi. Me një bukë të blerë në market, ne mund t'i bëjmë 4 bukë të përgatitura në shtëpi. Të blera në market janë 500 gram, kurse këto më të shumë kanë gramazh një bukë. E ngjeshim kështu. Përdorim miell të ka nevojë. Këtë mënyrë veproj me të gjitha, duke ja dhënë formën e lëmuar. Gjithë bukëve ju kam dhënë formën e rrumbullakët, tash I mbuloj kështu me një pecet kuzhine dhe I lë në ambient dhome që bukët të dyfishohen për 30 minuta. Bukët janë dyfishuar mjaftueshëm. Ja largojmë pecetën e kuzhinës. Tash marrim qumsht dhe kështu monte një brushe, përhapim qumshtin gjithësi përfaqen e bukëve, kështu nga gjithë anët, bëjmë lyrjen, anë të brushës me qumsht. Shumë lehtë I lyj me qumsht, mos ja dëmtojmë formën. Këtë mënyrë veproj me gjithë bukët. Kam bërë lyrjen me qumsht, se për ju hedhi fora të ndryshme, unë do I shtoj kështu të shërë sipër, të jap një pamje dhe shije shumë të mirë ju jep të shëra. Dhe fora kungulli, të hedhi jo shumë pak. Dhe pak miell integral dhe ju hedhi sipër. Pak mjaftueshëm është. Dhe bukët janë gati për pjekje. Gjatë kohës që kam bërë lyrjen e tyre me qumsht dhe ju kam hedhë fara sipër, e kam nxjerrë furrën në 220 gradë dhe në momentin kur do I fus bukët në furrë dhe uli temperaturën në 150 gradë dhe në atë temperaturë do I pjeki rreth 25 minuta. Pas 25 minutave përsëri e uli temperaturën në 100 gradë, përsëri pjeki për 25 minuta dhe pas 50 minuta pjekje e fiki furrën dhe I lë në furrë të nxehur për 20 minuta tjera. Kam largu nga furra, bukët kanë qëndruar 20 minuta në furrë të nxehtë, në furrë të fikur. I mbulojmë tash me një pecet kuzhine, I lajmë që të tohen pak dhe janë gati për konsumim. Bukët janë të tohur pak,
Ta morim një, ta ndojmë dhe ta shikni se si ka dorë. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Besoj se dhe shija nuk ka për një mungur. Janë shumë të mira. Më shumë të shëndetshme se të vlerat në të furrat e bukës. Ja dhe si u duket në brendësia. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Gjithë personat që vuajnë nga diabeti mund ta përdorin këtë recetë, ta përgatisin një herë në javë dhe mund ta konsumojnë brenda gjithë javës rreth bukë kjo bukë. Gjithë motra që përgatisni në këtë mënyrë bukë integrale, bukë të shëndetshme, ju bëft mirë, bimbeqin nga sofra shqiptare dhe në recetën e radhës.